Meditim theta për manifestimin e të ardhmes. Ky meditim është krijuar për t'ju ndihmuar të manifestoni të ardhmen tuaj, duke përdorur fuqinë e trurit në nivelin theta. Unë do të përdor udhëzimet e detajuara për të ndihmuar trupin dhe mendjen tuaj të lidhen me energjinë e pa-anshme të universit dhe të krijojnë realitetin që ju dëshironi dhe meritoni. Fillo duke gjetur një vend të qetë dhe të rehatshëm, aty ku mund të uleni ose të jeni shtrirë pa pengesa. Mbylli sytë dhe fillo të marrësh frymë thellë përmes mundës dhe ta lirosh përmes gojës në mënyrë që të qetësohesh dhe të hysh në një gjendje relaksimi të plotë. Merr frymë thellë përmes mundës. Mbaje për disa sekonda. Tani nxirre ngadalë përmes gojës. Merr sërish frymë thellë përmes mundës. Mbaje disa sekonda. Dhe tani nxirre përmes gojës. Me çdo frymë, ndjehuni gjithnjë e më të qetë dhe më të relaksuar. Lejo çdo tension në trupin tënd të largohet bashkë me frymën që nxjerr. Fryma tani është e relaksuar dhe këtë relaksim e depërton edhe në mendjen tënde, duke i dhënë leje që çdo mendim të kalojë pa u ngjitur pas tij. Lejo që gjithçka të largohet për momentin dhe vetëdia jote të përqendrohet vetëm tek frymarrja jote dhe frymënxjerrja. Tani fillo të përjetosh valet e trurit që zpresin në nivelin theta. Lejo që truri të kaloj nga një valë mendore më e lartë në një valë më të thellë dhe më të qetë, duke prekur nivelin theta. Dhe në këtë nivel mund të krijosh realitetin tënd dhe të lidhesh me fuqinë e pafundme të shpirtit, të Zotit, të universit, të gjithësisë. Tani le të lidhemi me energjinë e pafundme të universit. Lëshoje trupin fizik dhe dal nga dalë. Lëshoje dhomën ku ndodhesh, ambientin ku ndodhesh, lagjen, qytetin dhe le të ngjitemi në hapësirë. Le të ngjitemi në re.
kalojmë planete dhe galaksi dhe hymë gjithnjë më thellë, gjithnjë e më qetë, gjithnjë dhe më pranë krijuesit. Imagjino tani se një dritë e shëndritshme, e pastër dhe e fuqishme po zbret mbi ty nga lartë, nga hapësira e krijuesit, duke të rrethuar me një ndjenjë të plotë qetësie dhe sigurie. Kjo dritë është energjia e universit. Është fuqia që krijon gjithçka. E pasur me mundësi të pafundme, me mundësi krijuese. Përfytyro se kjo dritë tani po kalon nëpër trupin tënd, duke pastruar çdo bllokim dhe duke lënë pas çdo ndjenjë të dyshimit, e cila nuk të duhet më. Imagjino se si kjo dritë po e përshkon komplet trupin dhe mendjen tënde, dhe ju po ndjeheni gjithnjë e më të qetë, gjithnjë dhe më të sigurt për të përballur me të ardhmen tënde, me të ardhmen që ti dëshiron. Lejo që kjo dritë të hap çdo mundësi të re dhe të sjellë energji pozitive në çdo aspekt të jetës tënde. Tani, shiko se si kjo dritë energjitike mbush çdo qelisë të trupit tënd dhe mendjes tënde me besim dhe forcë për të krijuar atë që dëshiron, atë që ke dëshiruar gjithmonë, më së shumti, atë çfarë zemra jote dëshiron që të arrish. Kjo energji është si një burim i pafundëm mundësish dhe është si një pasqyrë e cila pasqyron veten tënde, atë që ke në mendje dhe në zemër. Tani është koha të pasqyrojmë, të imagjinojmë dhe të përqendrohemi në manifestimin e asaj që dëshirojmë në jetën tonë.
Imagjinoje veten se je tashmë aty ku dëshiron të jesh. Vizualizo të ardhmen tënde me çdo detaj, me çdo dëshirë, me çdo pasion, me çdo energji. Fillo ta vëzhgosh ngadalë si duket jeta jote. Si po ndjehesh aty? Çfarë po bën? Ku je? Me kë je? Çfarë planësh ke? Sa i gëzuar je, sa i gëzuar je. Apo ndjen lumturi? Apo ndjen kënaqësi? A ndjehesh e përmbushur? Shiko çdo detaj të kësaj të ardhmeje. Çfarë po bëjnë njerëzit që të rrethojnë? Si duket ambienti që po jeton? Lejo që çdo ndjenjë pozitive që ky vizion sjell të ta mbush zemrën dhe shpirtin tënd. Ndjehu i e lumtur. Ndjehu mirënjohës, mirënjohëse për këtë moment. Ti tashmë po krijon të ardhmen tënde. Imagjino çdo veprim i cili të çon drejt atij vizioni. Mund të jetë një vend pune, një marrëdhënie, një arritje personale, çdo gjë që të duket e përsosur është për ty. Është e jotja. Ti e meriton që nga lindja ta përjetosh, ta kesh dhe ta jetosh jetën që gjithmonë ke dashur. Përqendrohu tek emocionet që ky vizion të sjell. Si ndjehesh kur shikon jetën tënde të manifestuar? Çfarë ndjenjash të mrekullueshme po përjeton? Lëri këto emocione të mbushin të gjithë qenien tënde.
pasi që ky emocion është një magnet i cili tërheq energjitë dhe mundësitë që të sjellin gjithçka që ti dëshiron dhe po kërkon në këto momente. Tani, ndërsa je në këtë gjendje të thellë dhe të fuqishme, shiko një portë të madhe dhe të fortë para teje. Kjo është porta që ndan momentin e tani nga e ardhmja, që do të manifestosh. Shiko se si kjo portë është plot mundësi, energji dhe potencial të pafundëm. Shiko se si kjo portë është plot mundësi, energji dhe potencial të pafundëm. Hape atë portë dhe kalo përtej saj në një dimension të ri, ku çdo mundësi është e hapur vetëm për ty, për të ardhmen tënde. Merr frymë thellë dhe liroje ngadalë dhe përqafoje këtë mundësi që është aty për ty. Ndjehu se si të gjitha energjitë që ndihmojnë manifestimin janë tashmë të përqendruara vetëm për ty. Çdo ide, çdo mundësi dhe çdo veprim janë tani të lidhura me energjinë e manifestimit të fuqishëm dhe të plot, ashtu siç ndjehesh ti në këto momente. Ndiq çdo ndjenjë që kjo energji të sjell dhe dije se të ardhmen tënde tashmë po e krijon me çdo hap që po bën. Lëre çdo mendim të lidhur me dyshimin dhe pasigurinë të largohet prej teje. Ti ke forcën dhe fuqinë të kesh gjithçka që të duhet brenda vetës për të krijuar realitetin tënd që ti dëshiron dhe është merite jotja që nga lindja. Tani mbaje këtë energji të fuqishme të manifestimit dhe bëj një frymarrje të thellë dhe liroje ngadalë. Me çdo frymë ndjehu se si këto mundësi janë tashmë të tuat, se si këto mundësi janë tashmë pjesë e jetës tënde.
Shiko gjithçka që ti ke manifestuar, se si tashmë po e realizon. Ndjehu mirënjohës dhe i bekuar për gjithçka që po të vjen. Lejo që kjo energji të bëhet një pjesë e jotja, të integrohet thellësisht në qenien tënde. A e din se të ardhmen tënde ti tashmë sa po e shkruajte dhe i dhe fuqi të krijohet çdo gjë që ti dëshiron. Shijoje këtë energji dhe dije se ajo është gjithnjë me ty në çdo moment të jetës tënde. Mund të kthehesh te ky moment dhe ta ndjesh energjinë e cila të udhëheq, të mbron dhe të jep fuqi. E ardhmja jote është në duart e tua dhe çdo hap që bën është një hap më afër krijimit të realitetit që ti dëshiron. Falenderoje veten për këtë moment të fuqishëm, i cili të lidh me energjinë e manifestimit. Mbaje këtë energji gjithë jetën tënde dhe dije se gjithçka është e mundër. Ndjeje se manifestimi është i mundër dhe ardhmja jote është vetëm në duart dhe zemrën tënde. Kur të ndjehesh gati, dal nga dal, kthehu në trupin fizik. Hapi syt, buzëqesh i vetës dhe ndjehu plot energji dhe mundësi për një jetë të mrekullueshme.